Lëngu i mentes, receta ideale që pastron mëlçinët tuaj tërësisht. Mëlçia ka nevojë për ushqime të shëndetshme në mënyrë që të kryejë funksionet e saj në mënyrën e duhur. Ushqimet e skuqura alkooli e duhani janë armiku kryesor i mëlçisë. Ekspertët e shëndetësisë thonë se detoksifikimi i mëlçisë është shumë i rëndësishëm për shëndetin e saj, si dhe për shëndetin e përgjithshëm të trupit. Detoksifikimi i mëlçisë heq toksinat e rrezikshme dhe grumbullimin rreth saj, përmirëson absorbimin e proteinave të tjera. Nëse jeni të prekur nga komplikacionet e mëlçisë, dieta e pasur ushqimore dhe detoksifikimi është shumë i rëndësishëm për ju. Ja një recetë natyrale efektive për detoksifikimin e mëlçisë. Përbërësit që duhen janë një grusht me gjedhë mente, një lëng limoni, lëng portokalli, 1 litër ujë filtruar dhe mjaltë. Vloni ujin së bashku me gjethet e mentes për disa minuta. I lini të ftohet në temperaturë ambienti dhe më pas shtoni përbërësit e tjerë. Lëngu i krijuar mund të mbahet në frigorifer dhe të konsumohet sipas nevojës, citon Healthy Life.